Me kova të zbrazëta dhe me thirrjet "Duam ujë", banorët e fshatit Debresh protestuan para komunës së Gostivarit. Situata e rëndë me furnizimin me ujë ka kaluar çdo kufi të durimit. Mungesa e ujit po vështirëson jetën e përditshme të çdo familjeje dhe ka shtuar revoltën dhe shqetësimin e të gjithë banorëve. Dhe sidomos tani me ardhin e mërgatës, kjo situatë do të rëndohet edhe më shumë. Ne nuk kërkojmë premtime, por zgjidhje konkrete dhe të menjëhershme. Uji është Debreshi është pjesë e Gostivarit. Debreshi do ujë njëjtë si Gostivari. Duhet reduktim. Edhe 3 javë vinë ndërkombëtarët. Kur tash nuk ka ujë, neve do të na vinë ndërkombëtarët Debresh. Kështu do të largohet për ata. Dhe kjo është diçka që duhet dikushi nga lart ta ketë parasysh. Për këtë vend, kur jemi në rëst të bjeshkave të sharit, ku çdo një 5 metre ka burim të ujit, e ne të vuajmë në shekullin 21 për sendet bazore për ujtin. Kjo është turp, është turp. Por pas këtyre fjalimeve situata filloi të agravoj. Protestuesit ju afruan hyrjes kryesore të objektit komunal, ku qëndronin edhe policë. Një xham i derës hyrëse u thye. Pastaj disa protestues u përpoqën ta qetësojnë masën më të revoltuar. Situata u qetësua dhe protestuesit u larguan nga obori i komunës. Nga komuna e Gostivarit, përmes një komunikate me shkrim shprehen keqardhje për vështirësitë në furnizimin me ujë të një pjese të fshatit Debresh, problem ky që sipas komunës vazhdon për dekada. Komuna njoftoi se pas takimeve me banorët dhe ekspertët ka nisur punimet për një linjë të re të ujësjellësit dhe sanimin e burimit mbi fshatin Debresh me qëllim rritjen e kapacitetit dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm. Komuna e Gostivarit ka dëshmuar më shumë se kur më parë vullnet dhe përkushtim për zgjidhjen e këtij problemi shumëvjeçar. Për këtë arsye i ftojmë banorët për mirëkuptim dhe durim gjatë periudhës së realizimit të punimeve, deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështjeje. Komuna e Gostivarit mbetet e përkushtuar që në bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet përkatëse të sigurojë zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme për furnizimin me ujë të gjithë banorëve. Ajo që mbeti prapa pas protestës ishin xhamat e thyer dhe kovat e zbrazëta, tregues të mungesës së ujit, ndërsa protestuesit paralajmëruan se ky është vetëm fillimi, pasi do të kthehen sërish dhe do të jenë më të rrept me kërkesën e tyre.